është për çudi, përderisa vendet e tjera e kanë lutë, do më thonë administratën amerikane, atëherë dhe tani që të futën në këtë ombrellë, ne edhe në 2021, kur e murë qeverinë herën e dytë, pra kryeministri Kurti, edhe tani nuk kemi, do më thonë, përgjigje pozitive për diçka që e te kalon edhe çdo, themi, kalkulim administrativ, se shpeshherë këta kur dojnë me thonë jo, kapen do procedura, kapen do kosto caktume, cilat nuk janë fare relevante, ta them të drejtën, se kostoja e çfarë do lloj investimi nuk mbuluhet nga buxheti. Argumentimi arsimit kostin ekonomike, pse nuk janë relevante me këto çfarë thonë eksponentët? Nuk janë relevante për shkak se ne nuk e paguajmë atë kosto. Ne nuk paguajmë kosto. Ne nuk e paguajmë atë kosto. Çka paguajmë na se këta po thonë milionat, na miskasun janë me bo. Jo vetëm ta sharojmë, ne paguajmë koston e energjisë që e blejmë, marrim. Po pra, se s'ta e falë kërkush. Koston e investimit. Asaj infrastrukture na nuk e paguajmë. Nuk paguajmë kujtë për infrastrukturës, sa alarmin si pengrisin, po thojnë na shkojnë milionat, na mujna me bo me shqimer, me maru këto, edhe pse për 60 nga bjeni miliard euro rrymë. Jo, se ka institucione financiare ndërkombëtare që e financojnë këtë. Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim. Po du të mi kthya ato parë mandej? Po, veç nuk është kostoja që e paguajmë sot, ose nuk është kostot që e paguajmë drejt për drejt nga taksat tona sot, ose nuk ka nevojë që të cenohet buxheti i vendit, pra, se këta për thonë që ne nuk kemi buxhet. Çdo vend funksionon me borx publik. Fidan. Domethënë nuk mundesh komplet investimet që ti i ban dhe që i trashëgojnë gjeneratat e ardhshme, me investu me mjetët buxhetit që i krijon nga vitin e vit. Berat, këtë po folën për këtë çështje. Kjo është pjesa e gazifikimit që pe theksojnë. Pjesën tjetër të centralit, edhe pjesën tjetër të infrastrukturës nga Andrianaupoli në Kosovë, apo nga ndonjë burim tjetër ku mund të vjen gazi i lëngshëm, ka qenë edhe atëherë gatishmëria e MCC-s. Tash është gatishmëria një korporate tjetër amerikane, DFC, pra korporata financiare zhvillimore, dhe Exim Banka e Amerikës, cilat e financojnë, dhe më thonë, këtë pjesë ka pas gatishmëri, ka pas zotime, jo vetëm tash, po edhe në vitin 2020, vitin 2021, kur është qelë kjo bisedë dhe kur ka pas... Se perfezojnë? Në mesin e kabinetit e njerëzve të afrët të zotit, shumë ekonomista. Është mirë me pytë... Për shembull e Kuran Murati, e një mirë shumë, është edhe aksionarën Tesla. Besnik Bislimi, profesor universitar. Besnik Bislimi e ka pason një deklarat skandaloze, dhe me thonë, në kohën kur u hap këtë diskutim, dhe kur kë fondi mileniumit, programi kompakti mileniumit vendosi me shku me bateri, u pytë edhe atëherë, ka qenë këtë diskutim dhe në vitin 2021, kur këta vendosen me ndërprej projektin që kështë e fillu për gazin, dhe aje tha një diçka shumë skandaloze. Dhe ajo që e thaja zoti Bislimi është komplet jashtë logjikës të dikujt që është në qeveri. Deklarata mund, do më thonë, tash arkiva i ka të gjitha, po ajo tha që ne nuk e dim në çfarë gazi vjen. Do më thonë, dyshonte kvalitet? Jo, dyshonte që mund tjetë gaz rus ose gaz... Të Amerika dyshonte? Do më thonë dyshonte të Amerika që ne ata do të na shitnin përmes gaz rus. Investimi po bëhet për me largu... Me largu Rusin. Do më thonë, kjo ishte përgjigja tina të ko. Përgjigja ministrës tash që është, thotë, ne nuk kemi analiza, po ne po shkojmë me gazifikimin e të Thëngjillit. Pas për ato nuk ka analiza. Edhe njëna tjetër nuk e përjashtojnë. Mund është me vode gazifikim të Thëngjillit, me shfrytzu Thëngjillin që e ki, edhe me kriju central me gaz. Narrativa që centrali me gaz në e pa mundëson gazifikimin e qimirit. Për ndryshe më këthy edhe njëherë të financimi, në programin tonë, ne kemi thonë, me një këthim shumë atë lartë se sa që i kanë sot mjetët e trusit pensional, pra pa e cenu bëgjetin, ato mjetët të investohen dhe të kthehen, të kejnë këthim, pra të financohen edhe me fondin pensional që mund të investohet në një projekt e tillë, me një këthim shumë atë lartë. Nëse, për shembull, tani kthehen me 1%, më u kthy me 5%, apo me një normë të interesit shumë atë lartë të pronartë aty në mjetëve.